Shëndetje të nderuar zonja dhe zotërin, ja ku takohemi sërish së bashku në kanalin ton për të ndarë ngjarjet më të fundit, njëkohësisht për të ndarë edhe të rejat më të fundit të rreth rastit të Rayan Alwan, vajza palestineze e cila u gjet e vrarë në apartamentin me qira në Tiranë, ku dyshoheshte se është vrarë nga babai i saj. Ditë më parë kemi sjellë të rejat më të fundit në lidhje me këtë rast, duke treguar se në fakt çfarë ka ndodhur dhe çfarë kishte zbuluar policia gjermane, pasi që Rayan Alwan ka jetuar për një kohë në Gjermani, ka qenë e martuar në Liban dhe ka patur 2 fëmijë nga ajo martesë, por pas Gjermanisë ajo së bashku me babain e saj për një situatë të ngarkuar në jetën e tyre, ku sipas nënës Rayan ka qenë e kërcënuar nga disa çuna, të cilat kanë patur fotografi dhe video nudo, ku e kanë kërcënuar Rayanin dhe nënën e saj për t'ju dërguar lek që ato të mos publikonin asnjë gjë, ku sipas saj në Liban dhe në Palestinë kjo vajzë do të vehej para vendimit të prerë. Nëna Rayan ka deklaruar në Palestinë, në Liban, që vajza e saj ka ndruar jetën në një aksident automobilistik, ku shoqëria e Rayanit në Gjermani kanë zbuluar lajmin e rem duke kërkuar në Google dhe kanë zbuluar lajmet në Shqipëri që është gjetur e vrarë një vajzë Rayan Alwan në një banesë me qira. Ngjarjet më të fundit dhe momentet më të fundit kanë ndodhur ditën e sotme në rastin e Rayan Alwan që unë do doja t'ua sjell. Nëna e palestinezes ka kontaktuar me autoritetet policore në vend dhe konfirmuar se do t'u udhëtoj drejt vendit ton për të dëshmuar lidhur me vrasjen e vajzës së saj 24 vjeçare. Burime pranë policisë të Tiranës thanë se pavarësisht kësaj, deri në këto momente, ajo apo pjesëtar të tjerë të familjes nuk kanë bërë asnjë kërkesë për tërheqjen e trupit të pajet të 24 vjeçares, e cila vijon të mbahet në morgun e Tiranës. Dëshmia e nënës së 24 vjeçares pritet të hedhë dritë mbi motivin e kërkimit tronditës, pra arsyet pse Fadi Alwan udhtoi drejt Shqipërisë dhe e vrau vajzën me goditje thike. Rayan Alwan u gjet e pajet më 27 shkurt në banesën e marrë me qira në rrugën Gjon Muzaka. Do me thënë, nga data 27 shkurt, ku Rayan Alwan është e vrarë nga babai i saj Fadi Alwan, deri më sot, që sot jemi data 10 prill, familja e saj, nëna e saj, akoma nuk ka mbërritur në Tiranë për të tërhequr kufomën e të bijës dhe të bën varimin e saj. Do me thënë, si që duket, familja janë dakord që vajzën ta vorosin apo ta hedhin diku dhe nuk duan në asnjë mënyrë ta marrin dhe ta vorosin në qytetin e tyre. Kjo në fakt është një tmerr i paparë që po ndodhe në rastin e Rayan Alwan, ku thuhet se nëna e saj është e përfshirë me një grup banditësh dhe po luan rolin e prostitutës në Gjermani. Nga hetimet rezultoi se babebi mbërritën në Rinas më datën 19 shkurt. 3 ditë më vonë, më 22 shkurt, babai i saj u largua nga Shqipëria në Greqi, më pas u udhëtoi drejt Amsterdamit. Aktualisht ai dyshohet se fshihet në Liban. Vajza rezulton të jetë vrarë në harkun kohor të 3 ditëve dhe trupi pajet i saj u zbulua më pas nga pronarja e banesës, e cila njoftoi edhe policinë. Fillimisht u dyshua se Fadi dhe Rayan Alwan ishin bashkëshort, pasi kishin fjetur në një krevat dhe ishin prezantuar si çift, por më vonë autoritetet gjermane konfirmuar se ishin bab edhe bi. Kujtojmë se një javë më parë miqtë e Rayan Alwan thanë për Balkan Web se kanë qenë prindërit e viktimës ata që thurën planin për vrasjen e vajzës së tyre. Gazetarja Sonila Topalli raportoi se sipas të rrëfimit të miqve, ka qenë nëna Rayan Alwan ajo që ka bindur të bijën të udhëtoj për në Liban, duke kaluar tranzit nga Shqipëria. Ajo jetonte në një nga shtëpitë që i përkiste qeverisë gjermane në Berlin, në lagjet më afër qytetit. Nuk kishte një leje qëndrimi gjermane, por kishte një leje qëndrimi greke. Ajo ishte në konflikt me prindërit e saj
dhe donte të shkonte në Liban vetëm për të parë fëmijët e saj. Ajo po planifikonte të udhëtonte në Liban në fund të këtij muaji, por papritur nëna e saj e bindi të udhëtonte me të ati në Shqipëri dhe prej andej në Liban. Kjo për shkak se ajo nuk mund të udhëtonte drejt për drejt nga Gjermania me pasaportën e saj greke. Pasi nuk kishte një leje qëndrimi të vlefshme greke, gjë që mund t'i kishte sjell edhe konfiskimin e pasaportës, than miqt e 24 vjeçares Rayan Aluan. Ndërkohë, disa ditë më parë, gazetarja Klodiana Lala raportoi se 24 vjeçaria mund të varosej në Shqipëri pasi asnjë nga të afërmit e saj nuk kanë paraqitur kërkesë para autoriteteve për të tërhequr trupin e pajet të tëres, për ta përcjell për në banesën e fundit. Burime pranë policisë thanë se përmes oficerëve të kontakt janë informuar të afërmit e vajzës, por asnjë prej tyre nuk ka paraqitur kërkesë apo interes për ta tërhequr trupin e pajet. Viktima vijon të mbahet në morgun e Tiranës dhe nëse brenda afateve ligjore nuk do të tërhiqet nga familjar apo të afërm, ajo do të varoset në Tiranë. Rayan dhe Fadi Aluan bëritën në Rinas më 19 shkurt dhe u vendosën në një banesë me qira në rrugën Gjon Muzaka në kryeqytet. Sipas hetuesve, Fadi Aluan pasi vrau 24 vjeçaren me disa goditje thike me datën 22 shkurt, u largua nga Shqipëria në drejtim të Greqisë e prej andej u drejtua drejt Amsterdamit. Ai dyshohet se është larguar drejt Libanit dhe deri më tani nuk është arrestuar. Trupi i pajeti 24 vjeçares u gjet nga pronarja e banesës, 5 ditë pasi autori i dyshuar ishte larguar nga vendi. Fillimisht u raportua se bashkëshorti kishte vrarë gruan, por hetimet zbuluan se Rayan Aluan ishte vrarë nga babai i saj. Fadi Aluan është për momentin një nga emrat e shumë kërkuar për vrasje, ndërsa policia është duke vijuar. Por, mbi të gjitha, unë kam arritur që të siguroj edhe një bisedë nga i dashuri i Rayan, i cili ka qenë gjerman. Do të thënë, Rayan, kur ka shkuar në Gjermani, ka krijuar edhe një lidhje tjetër dashurie, edhe pse Rayan ka dashur të takon fëmijët e saj nga martesa që ka patë, një martesë e cila ka qenë e padëshiruar nga Rayan, por nëna e saj ka thënë që duhet të ikësh për Greqi, nga Greqia për Shqipëri dhe të ikësh për Liban, për të takuar fëmijët që t'u ikën këtyre bandave, grupeve e tjerë që sipas të raportimeve të deri të mëtanishme të nënës së Rayanit kanë kërcënuar dhe kanë kërkuar një shumë parash që nëna e Rayan ju ka dhënë 2 herë pa dijenin e bashkëshortit të saj dhe siç duket në momentin kur Fadi Aluan dhe Rayan Aluan kanë bëritur në Shqipëri dhe kanë marrur këtë banesën me qira në rrugën Gjon Muzaka, babai pasi ka marrur vesh të vërtetën të transmetuar gjithmonë nga nëna e Rayan, e cila për një periudhë të gjatë ka mbajtur të fshehur këtë histori, siç duket është histori tashmë e sajuar vet, ka tentuar dhe ka vrarë të bien me thik brenda në këtë banesë. Dyshimet janë shumë të mëdha përse pikërisht në Shqipëri e vrau dhe jo në Greqi apo në ndonjë vend tjetër, pasi që të babebi kanë qenë me leje qëndrimi grek, por mbi të gjitha nuk ka asnjë detaj të këtill, por me atë që kanë arritur të zbulojnë shoqëria gjermane e Rayanit në Gjermani, kanë arritur të kuptojnë që nëna e Rayan po jep deklarata të rrejshme ndaj zbardhjes së të vërtetës së vajzës së saj. Ajo ka dhënë deklaratë të rrejshme në Liban, që më duhet ta cek edhe një herë, ka thënë që ime bi ka ndruar jetë në Gjermani dhe ka bërë ndeshje me makinë dhe së shpejti do ta sjellin kufomën e saj, por në Shqipëri askush nuk interesohet për kufomën e Rayan Aluan, e cila ndodhet momentalisht në morgun e Tiranës. I dashur i Rayanit punonte në një supermarket në Gjermani pranë restorantit ku punonte Rayan. Komunikimet e fundit ndërmjet tyre janë një pjesë e hetimeve që po realizohen për të kuptuar më mirë dinamikat që çuan në këtë krim të rënd. Bisedat e zbardhura janë më 18 shkurt të vitit 2024, për herë të fundit në orën 18:41, i dashur i Rayan i shkruan Rayan pikpyetje, jam akoma këtu.
Në orën 19:03 minuta ka një thirrje telefonike 4 minuta bisedë. Në datë 19 shkurt, në orën 9:17 minuta të mëngjesit, i dashuri shkruan: "Nuk më ktheve për të më qetësuar për atë që ndodhi. Çfarë ndodhi me ty mbrëm? Nuk më more më mbrapsht në telefon." Më pas, i dashuri përsëri tenton në orën 9:34 të telefonon, thirrje e humbur. Në orën 9:35 përsëri tenton të telefonon i dashuri: "Dashuria ime, jam në aeroport", i thot tani Ryan. "Të lutem kujdesu për vete, nuk mund të flisja me ty dje sepse mami donte që të shkoja te ajo dhe të largohem. Kam fjetur në shtëpinë e saj." Dhe në 9:35 Ryan shkruan përsëri: "Kontrollo numrin e telefonit në rast se vi." Dhe këtu mbaron edhe biseda telefonike, ku më pas kanë humbur të gjitha kontaktet me Ryan. Do me thënë, Ryan momentalisht trupi i saj ndodhet në morgun e Tiranës. Asnjë nga familjarët e Ryan nuk është dakord që të vi të marrë këtë trup edhe të bisedon dhe të jep një deklarat për policinë shqiptare. Nëna e saj në një komunikim të telefonik ka thënë që do të vi, dhe në qoftë se nuk do të vi ta marrë askush Ryan, atëherë trupi i saj do të prehet në Shqipëri.